Egli del përfundimisht nga shtëpia e Big Brother. Me largimin e saj, vërshojnë kritikat në rrjetet sociale për gjestin. Çdo vit në Big Brother të Shqipërisë bëhet kurban një personazh femër. Egli Tako është komentues tërkomentu për hyrjen e saj në Big Brother VIP Albania 4, ku edhe me hyrjen e gjestit, edhe me shprehjen e pëlqimit për të, mundem me thonë që publiku i ka bërë rengen të kres e besa, publiku ja ka nis me lujt edhe psikologun, edhe psikiatrin, duke hy e duke gjyku sjelljet e Eglit karshi gjestit. Sipas një njoftimi zyrtar nga vllai i madh, ky vendim është marrë për të mbrojtur shëndetin e konkurrentës dhe ai u komentua në një zarf të kuq që ju dorëzua banorëve. Në njoftimin e bërë publik shkruhet: vllai i madh ka marrë vendim që konkurrentja Egli Tako të ndërpres menjëherë garën. Egli ju uron suksese të gjithëve. E duket sikur gjesti ishte njoftuar paraprakisht për këtë dhe ishte përshëndetur me të në dhomë të rrëfimeve. Çdo vit në Big Brother të Shqipërisë dorën zamër bëhet kurbani një personazh femër. Bigun e parë u masakru Beatrixa në rrjet, vitin e dytë u degeneru Kiara me lum komentesh, e këtë vit Egli. Nuk e di pse publiku priret me gjyku sjelljen e tyneve edhe nuk gjykojnë sjelljen e djemve karshi tyre. Edhe mshme se qysh femrat në këtë format degenerohen me komente në rrjetet sociale. Pas daljes nga Big Brother VIP Albania, Egli ka reaguar përmes një mesazhi emocional në rrjetet sociale. Në një postim të ndarë me ndjekësit e saj, ajo ka shprehur ndjenja të përzjera, duke treguar se ndonjëherë as vet nuk e di se si ndihet. Më keni pyetur shumë si jam, ndonjëherë pyes edhe veten si jam, edhe nuk e di si ndihem. Unë vetëm e di që kam një boshllëk brenda meje, dhe nëse shikoj brenda vetës, shoh ngjyrën e zbrastësisë, ka shkruar ajo. Ajo e cilëson këtë ndjesi si diçka të çuditshme, duke treguar se ndonjëherë arrin ta ndihmoj veten e ndonjëherë jo. Në fund, Egli pranon se në këto momente ka nevojë për ngrohtësinë dhe përqafimet e familjarëve dhe të miqve të saj. Ky reagim vjen menjëherë pas përfundimit të rrugtimit të saj në Big Brother, duke lënë të kuptohet se përvoja brenda shtëpisë ka pasur një ndikim të fortë emocional tek ajo. Tashmë, Egli duket se po kërkon qetësinë dhe mbështetje nga njerëzit e saj të afërt. Largimi i Eglit nga Bigu rrjeti shpërthej ndaj gjestit me kritika. Ndjekës të rregullt të Big Brother kanë vërshuar me komente kundër gjestit, kështu duke e fajsu për largimin e saj dhe për gjendjen psikologjike të Eglit. Një pyetje kam për juve. A i ka dhënë shenja për diçka më shumë gjesti i Eglit?